të Lushnjës, Canga për tek Magani, e duhet një pasim për tek jo ndë në gjysmë fushën e tyre. Topi gjatë për tek sigurisht është një Lushnjës që insistojnë për të dalë për para. Arkimi gjatë i Maganit mbyllet nga Mensah, i cili luan Wesley. Meta krijon hapësirë. Tentoi një që ka nisur me 2 zëvendësime nga një për secilën skuadër. Tek Lushnja është larguar Magani në vendin e tij Wesley. Do një pasim, një top interesant tek Mikel Canka, mbyllet nga Sonte Kolola. Në tepe goditja e Mikel Cankës supin e kokës. Në kohë goditja do të nisë aksionet sulmuese të ekipit matjan. Topi shkon sërish tek Donald Melluqa, ky i fundit luan tek qendër mbrojtësi Mensah. Luan pas tek Mensah. Edhe me largon janë sërish vendasit Mensah. Arnold. Mensah. Fiton faul, Xhabrahimi fiton frimarje. Luan tek Mensah. Da Silva. Arte Burelit me Arangon, i cili luan tek Mensah. Dabo. Mensah largon topin me kokë. Përgatiten lojtarët e Bezës, vjen Arkim në zonë, top larguar nga Mensah. Shojmë të Arkim, top që largohet nga Xhabrahimi ka topin, mbet topin Danaj.
Shohim të goditje blok që kryesori Laveralla vijon aksionin Mensah. Cinedu, shohim vrapimin e tij, shkon Mensah, i cili përdor gjithë, shumë i vlefshëm. Ekipin Kavajës. Cinedu nuk arrin dot të pasoj sakt tek William Cordero. Fush hapësirë për Argentina se luan mirë te William Cordero, por sërish Mensah i pozicionuar mirë, i vendos, arrin mjaft mirë të marrë mes fushën në krahun e Majçe Migonen. Depërton mjaft mirë në zonë Migone, pasimi dhe Mensah. Topi qati Abdullah, Mensah me kokë për luan përpara Danaj. Për tek Neto nuk arrin dot pasi është Mensah. Ruhet mirë ekipi Burrelit, arkimi Netos në zonë, të larguar me kokë nga Petaj Mluxha, luan tek Mensah. Ky fundi kërkon një top të gjatë për tek Xhabrahimi, mjaft mirë arrin të shumë dalesa kjo pjesë e dytë. Topi gjatë i Migones tek Dabo, e merr për një çast me kokë, mbyllet nga Mensah. Këto duelin ajror William Cordero, Danaj pason tek Dabo.